Atëherë, sa I realizueshëm është në praktik ndalimi I hedhjes së mbetjeve të riciklueshme në landfill? Kjo pjesa e mbetjeve në fakt është një histori 30 vjeçare e kusur në Shqipëri, për fat keq, sepse gjithnjë ne kemi moshuar ides që duhet një qasje gjithëpërfshirëse dhe kapilare në mënyrën se si organizohen dhe menaxhohen mbetjet. Kështu që nëse nuk funksionon një gjithë zinxhiri që fillon që te kontenjeri I shtëpisë, pra aty ku ne grumbullojmë mbetjet, që aty duhet të fillojë ndarja, ajo që edhe koncepti I ndarjes në burim, dhe pastaj gjithë zinxhiri duhet të vijojë me linja të ndara. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo pjesë që të kuptohet që duhet të jenë të gjitha hallkat e zinxhirit funksionale në mënyrë që ne pastaj të garantojmë ndarje në burim, linjat e ndara të mbetjeve në rryma të caktuara, pra dru, karton, metal, mbetje organike. Dhe pastaj ato pjesë që rihyjnë në cikël, pra në konceptin e ekonomisë qarkulluese, nuk do të jetë më e nevojshme pastaj të përfundohen në landfill. Sepse duhet kuptuar që mbetjet që konsiderohen mbetje nga një proces I caktuar teknologjik, në një proces tjetër ato konsiderohen që janë lënë të para. Po. A kanë bashkitë shqiptare kapacitetin edhe infrastrukturën e duhur për ndarjen edhe për riciklimin e mbetjeve? Kjo është për të ardhur keq, sepse bashkitë në Shqipëri ende nuk e kanë krijuar një model të tillë. Ka patur disa bashki ku është pilotuar, pra me projekte shumë të vogla për të pilotuar ndarjen në burim, ka qenë një nisë në Bashkinë e Tiranës, ka nisur diku në viteve 2015-16, por nuk ka rezultuar suksesshme edhe ajo, edhe pse piloti ishte brenda unazës vogël të Tiranës. Përsëri nuk ka funksionuar, pra janë vendosur një pjesë e infrastrukturës që kishte të bënte me kontenerët e ndarë, ato që ne quajmë kosha, po kemi veturina që janë lagje, por duke llogaritur që kostot ishin të mëdha, pastaj përfunduan që e merrte e njëjta makinë teknologjike të dyja, apo të treja rrymat e mbetjeve dhe pastaj përfundonin të gjitha në landfill. Dhe aty fillonte edhe një herë nga e para procesi I ndarjes. Kjo sigurisht është shumë e vështirë pastaj të bëhet, sepse shumë nga mbetjet nëse përzdihen me njëra tjetrën, pastaj është absolutisht e vështirë për t'i ndarë. Pra, nëse mbetjet organike përzdihen me mbetjen plastike apo me ambalazhet, ajo plastik pastaj është e vështirë për të rifutur në cikël dhe për të konsideruar si mbetje riciklueshme. Cilat janë rreziqet mjedisore dhe shëndetësore nga mbi ngarkesa aktuale landfilleve në vend? Më tepër se sa rreziku mjedisor, unë gjithmonë më shoh ides që duhet të ndërgjegjësohen, jo vetëm vendimarrësit që janë patjetër duhet të jenë në radhë të parë, por edhe komuniteti, edhe shoqëria që mbetjet janë në fund të ditës janë para, janë lëndë të cilat mund të përdoren, dhe mund të gjenerojnë produkte nga njëra, por mund të gjenerojnë dhe punësim nga ana tjetër. Nëse nuk shikohen në këtë formë, që për fat keq kjo ka ndodhur në Shqipëri dhe po ndodh, atëherë pastaj do të shtojmë nga ana tjetër edhe kostot mjedisore, sepse një landfill gjithmonë është një zonë e kufizduar, e cila është e kufizduar dhe në hapësirë dhe në kohë, pra mund të mbushet në 30 apo 35 vjet, ndoshta edhe më pak në varësi, dhe pastaj ajo inkapsulohet dhe ngelet aty dhe patjetër që përbën një hotspot mjedisor, sepse mbetjet e përzdijera në landfill duke qenë gjithmonë në veprimin e agjentëve atmosferik, të ujit, të erës, të shiut, nëpërmjet ujrave në toksor, patjetër që do të depozitohen pastaj ose do të transferojnë ndotjet nga ky hotspot që është landfilli në vetvete, do t'i transferojnë ndotjet në ekosistemet pastaj natyrore që mund të jenë lumen që kalojnë aty pranë, liqenet apo edhe qoftë edhe tokat bujqësore. Çfarë ndikimi do të ketë ky vendim tek bizneset dhe qytetarët, pra riciklimi edhe jo hedhja më në landfille,
në Shqipëri? Unë bijoj të jemi bindur që nuk është çështje vendimi dhe nuk është hera e parë që ky koncept apo kjo qasje ekonomisë qarkulluese prezantohet qoftë në publik, po qoftë edhe në legjislacion. Pra edhe strategjia e parë e mbetjeve që ne kemi patur eksaktësisht këtë përcaktonte. Pra piramida e menaxhimit të mbetjeve fillonte redukto, ripërdor, riciklo dhe pastaj asgjëso. Por ju jeni vetë dëshmitar pasaj që kjo piramidë u përmbys me një të rënd të lapsit, kur hallka e fundit që ishte asgjësimi, u vendosi hallka e parë me gjitha të historinë e djegësave apo të incineratorëve. Pra, ajo që duhet të them, nisma është shumë e mirë, nuk është nisëm për herë të parë, por është vështirësisht e zbatueshme, sepse kërkon një angazhim tërësor, një investim të madh infrastrukturor nga të gjitha bashkitë, nga të gjithë komunitetet, por kërkon edhe ndërgjegjësinë pastaj të cilën edhe ne si organizata të shoqërisë civile jemi duke e bërë ndër vite. Çfarë duhet të ndryshoj konkretisht ju e thatë pak më parë që në shtëpi, pra duhet ndarë mbetjet, por çfarë duhet të ndryshoj edhe tek institucionet që ky projekt vendimi të funksionojë realisht kësaj radhe, pra kultura e riciklimit filloj edhe të zbatohet? Po pra, është vullneti për të zbatuar dhe nuk fillon vetëm nga institucionet, edhe nëse vendosin sanksione institucionet, përsëri është një marrëdhënie e gjithkohshme midis nevojave dhe midis asaj çfarë kemi në dispozicion, pra gjithë infrastrukturës. Pra nëse ne nuk kemi një infrastrukturë që garanton gjithë linjën të ndarë, pra të ndarjes në burim të mbetjeve, atëherë mund të vendosësh sankcione sa duash, por kjo nuk ka për të funksionuar. Pra duhet të vënë në mënyrë paralele ndërgjegjësimi publik që duhet ta bëjnë institucionet, organizatat e shoqërisë civile, shkollat, duhet bëj paralel me të gjithë nismat e investimet në infrastrukturë që patjetër ju takon më së shumti bashkive. Sepse bashkia me ligjin e tyre organik 139 të 2015 për qeverisjen vendore ka një nga kompetencat e saj është që të menaxhojë mbetjet që gjenerohen brenda territorit që ato kanë në jurisdiksion. Pra nëse gjithë infrastruktura nuk vendoset në dispozicion, atëherë nuk ka për të funksionuar. Por dhe ana sildas, edhe nëse infrastruktura është e vendosur dhe mungon ndërgjegjësimi publik, patjetër që kjo do të kërkojë kohën e vet. Dhe në këtë pikë ne kemi vetëm një përsëritje, po themi, të nismës ligjore dhe vetëm kaq. Patjetër që ka edhe një përpjekje duke krijuar operatorin qendror tashmë të menaxhimit të mbetjeve. Në gjykimin tim nuk është një nismë e keqe, sepse mbetjet në Shqipëri janë një problem mjaft impret mjedisor, i cili nuk ka gjetur zgjidhje për vite e vite me radhë, dhe nganjëherë është mirë në vendet vogla pra si Shqipëria që ndërznimi i menaxhimit mund të jetë më i efektshëm se sa ndarja në shumë bashki, siç do të thotë. Patjetër që edhe ky operator nuk e aq rolin menaxherial të mbetjeve bashkive, sepse ato e kanë, por ka një formë më të mirë të organizimit, pra një operator qendror dhe i ndar pastaj në rajone. Dhe fundit për ta mbyllur, çfarë po ndodh në Pishporo duke marrë parasysh edhe protestën që ndodhi ditën e djeshme? Pjesa e Pishporos është pak jashtë kontekstit të bisedës që po zhvillojmë, por është me të vërtet një krim mjedisor aty që po ndodh, sepse nuk ka asnjë gjë të qartë në pjesën institucionale, pra ne nuk kemi aktet të dalë nga institucionet. Aty është vepruar me rrethimin e një zone të konsiderueshme, rreth 600 hektar të pyllit me pisha, dunave, godullave dhe bregdetit, dhe ende nuk ka një informacion të saktë se kush investitori, kush është pronari, po themi tokës, cilat janë planet e zhvillimit. Pra ka një farë paqartësie institucionale, ndërkohë që puna në terren aty vazhdon, duke dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme habitatet natyrore, të cilat janë zone mbrojtur në kuadrin
tonë ligjor, po ashtu janë edhe të mbrojtura në kuadrin ndërkombëtar. Pra zona është e njohur nga konventat e ndryshme ndërkombëtare, është një zonë kandidate Emerald, është një zonë kandidate për të përfshirë në rrjetin e zonave të mbrojtura të Bashkimit Evropian, dhe është një detyrim që ne kemi edhe kundrejt Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit dhe ju.